Gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Beograd, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se Kijevi nuk e ka ndryshuar qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës dhe se respekton integritetin territorial të Serbisë. Një ditë pas këtyre deklaratave, komuna e Prishtinës ka larguar nga qendra kryeqytetit flamurin me mbishkrimin Free Ukraina. Kryetari i Përparim Rama tha se vendimi është marrë si reagim ndaj qëndrimit të shprehur nga Zelensky gjatë vizitës së tij në Beograd. Shteti i Kosovës duhet të respektohet. Kur Kosova nuk respektohet, kryeqyteti Prishtina përgjigjet gjithmonë njëjtë. Por asnjë kauzë dhe asnjë politik nuk mund të ndërtohet duke nënçmuar shtetësinë e Kosovës dhe sakrificën e popullit të saj. Reagimi ndaj deklaratës së Zelenskit erdhi edhe nga Tirana zyrtare. Ministria për Evropë dhe Punë të Jashtme tha se Kosova nuk mund të barazohet me situata të tjera ndërkombëtare. Nuk duhet të ketë asnjë keqkuptim në këtë pikë. Çdo përpjekje për të tërhequr paralele apo për të barazuar Kosovën me ndonjë situatë tjetër ndërkombëtare është e gabuar, oportuniste dhe krejtësisht e pasakt. Shqipëria rikujtoi edhe qëndrimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, duke e ndarë atë nga agresioni rus ndaj Ukrainës. Me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, GND-ja ishte e prerë. Shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës është një çështje krejtësisht tjetër. Pavarësisht mosnjohjes nga Kijevi, Kosova vazhdon të mbajë në fuqi sanksionet ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Prishtina gjithashtu ka strehuar gazetarë ukrainas që janë larguar nga vendi i tyre për shkak të luftës.